por po them të paktën njërin nga arsyet që kemi pasur kur e kemi bërë këtë më parë. Dhe në kujtesën time, qysh për reformës drejtësi, ne kemi votuar për 2 arreste. Njëri për shkeljet përsëritur të vendimit të gjykatës, pra një votim automatik, pa nevojë për ndonjë diskutim. Tjetri për plot zeza, korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie, gjëra që na krijuan bindjen që kërkesa e prokurorit ishte e përligjur. Në këtë rast kemi asgjë nga këto. Ndërkohë, unë kam dhe i problem tjetër. Materiali shumë voluminos që e shoqëron kërkesën, siç u tha dhe nga prokurori 16.000 faqe, është në fakt tregues i dobësisë së madhe që ka kërkesa. Sepse ato 16.000 faqe janë një kolpo e bukur propagandistike për t'ju quar fjalë gjithë shqiptarëve të etur për drejtësi që janë 16.000 faqe me vjedhje. Në fakt, ato janë studime, janë projektime, janë prokurime, janë vendime, janë urdhresa, janë arkiva e Ministrisë së Infrastrukturës së Drejtësisë gjatë periudhës drejtimit Belinda Ballukut, e marrë me kamion dhe e quar për të futur në dosje, një dosje që nëse përbën provë për diçka, është prova më e fortë e punës së madhe serioze të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Të tjerat janë dokra. Unë nuk jam në një si procedurave të kuvendit, por personalisht ja kam thënë dhe shokëve të Këshillit Mandate, po t'isha një nga ata, unë do i ktheja mbrapsht. Ato 16.000 faqet, si një qasje jo serioze. Për mua ofenduese, po unë mbase ofendohem lehtë. E përfaqësuesit pushtetit pavarur gjyqësor ndaj përfaqësisë së pushtetit pavarur legjislativ. Dhe pikërisht si iluzion optik. I mbani mend kur keni qenë fëmijë ato pasqyrat e thyera që kapin diellin dhe ja përplasin syve dikujt, një gjë e vogël dhe duket sikur të vinte gjithë dielli përballë, ashtu janë ato 16.000 faqet.